300 artistë të folklorit bashkëshqiptar të organizuar në 13 grupe elektrizuan qytetin e Konispolit dhe risohen shkëlqimin e artit burimor në sofrën konispoliate të ngritur në zemrën e Çamërisë. Aty ku lindi e kërcehet vallja trimërore e Osman Takës dhe ku është burimi i këngës dhe vallës Çame, u takuan ansamble e grupe me emër nga Saranda e Delvina, nga Vlora dhe Kavaja, nga Ajmara e Lunxheria. Artistët popullor të ardhur nga Pllava e Gucia, nga Vitia e Podujeva me folklorin e tyre të mbajtur gjallë të përcjellën në breza, formuan artistikisht artën e Shqipërisë etnike në sofrën konispolate 2026. Unë jam Sabjana Demi, jam në klasën e 7 dhe kur dëgjoj muzikën e Dhalla dhe Çame, ndihem si kur rritem menjëherë. Dhalla nuk është thjesht një argëtim pa shkolle, por është një mënyrë për të treguar se kush jam dhe nga dhi. Jemi shoqëria kulturore artistike Shekau Moja Karanfilit, vina prej vunthajve Plavës dhe Gucis, cila gjendet në Mal të Zi. Është qendra kulturore artistike Ana Morava nga qyteti i Vitinjës, zona Ana Moravës. Ne jemi shoqëria kulturore artistike Flaka Llapit nga Podujeva. Vim mbi 7 orë udhëtim për me bë bashkimin kombëtar me ardh Konispol ku ruhet tradita. Nga Kavaja, jemi grupi folklorik i qytetit Kavajës, grupi Vlla. Sonde jemi në Konispol me grupin e grave e Rodhon Tona Marandon, është grupi i Sarandës. Kemi ardhur në një festival shumë të bukur që organizon Konispoli. Ne jemi grupi Kaonët të Delvinës. Marrëm pjesë për herë të parë në festivalin, në edicionin e 2 të festivalit Sofra Konispolate. Atmosfera festive e këngët tradicionale dhe vallet popullore mbushën mbrëmjen e së njëjtës në qytetin e Konispolit ku zhvillua edicioni i radhës i festivalit folklorik Sofra Konispolate. Në skenën e ngritur në qendër të qytetit performuan ansamble nga jugu dhe veriu i Shqipërisë, si dhe grupe artistike nga Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Çamëria. Publiku ndoqi me entuziazëm interpretimet e këngëve polifonike, valleve tradicionale dhe larminë e kostumeve karakteristik të trevave të ndryshme, ku jetojnë shqiptarë dhe ku jetën dhe pasuria shpirtërore etnografike i identifikon. Organizatorët thonë se festivali synon rritjen dhe promovimin e folklorit shqiptar, si dhe forcimin e lidhjeve kulturore mes brezave. Vangjel Tahos, drejtori i Qendrës Kulturore në Bashkinë Konispol, tha se Sofra Konispolate po kthehet për të dytin vit në një pikë të rëndësishme takimi për artistët e bartësit e traditës burimore. Erdhi momenti që Sofra Konispolate 2026 të shpalosi vallet e bukura Çame, vallet e bukura etnike, vallet e bukura të Malësisë. Pra, kjo sofër sot i përmbledh të gjitha trevat dhe të gjitha vallet dhe këngët që përmban në Shqipëri dhe jashtë saj. Ky edicion i dytë i Sofrës Konispolate është zhvilluar fal mbështetjes së Këshillit të Qarkut të Vlorë dhe Bashkisë së Konispolit. Në këtë edicion të dytë kemi rreth 300 artista që do performojnë. 13 grupe artistësh të cilët do t'japin performancën e tyre vallet e bukura të traditave, jo vetëm Çame, por edhe të traditave të tjera, siç është Labëria, siç është vallet etnike, epirote. Pra, kjo sofër do të shpalosi edhe njëherë vlerat e saj kulturore artistike që ka Shqipëria dhe jashtë saj. Festivali i Sofra Konispolate u ndoq nga banorë të Bashkisë Konispol, nga artistë të njohur dhe vizitorë të shumtë. Të pranishëm ishin edhe përfaqësues të Qarkut të Vlorës e të Bashkisë Konispol, që u bën mbështetës të eventit, si dhe prefekti i Qarkut të Vlorë, Evisa Ushi. Përmes kënaqësisë së takimit me artin popullor, festivali Sofra Konispolate dha mesazhin e ruajtjes së identitetit kulturor shqiptar përmes traditës folklorike. Festivali në këtë edicion të dytë mblodhi bashkë qindra artistë, grupe folklorike dhe qytetarë nga trevat shqiptare dhe diaspora, duke kthyer Konispolin në një qendër të promovimit të trashëgimisë kulturore shqiptare.